Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, sot do të zhvillohen deklaratat hyrëse në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadel Fazliut dhe Hajredin Kuqit, të akuzuar për pengim të drejtësisë. Sipas akuzës, ata dyshohen se kanë vënë në dispozicion informacione konfidenciale lidhur me dëshmitar dhe kanë dhënë udhëzime për ndikim në dëshmit e tyre, me qëllim të pengimit të rrjedhës normale të procesit gjyqësor. Të pesë akuzuarit janë vetë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barë. Pas përfundimit të deklaratave hyrëse, prokuroria do të vazhdoj me paraqitjen e provave para trupit gjykues. Seancat e gjykimit janë planifikuar nga 2 deri më 6 mars. Kanë mbetur edhe pak ditë nga afati kushtetues për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, megjithatë zyrtarët ende nuk kanë as emra dhe as marrëveshje. Ditë më parë, kryeministri Kurti deklaroi se po bën çdo përpjekje për t'i shmangur zgjedhjet e parakoshme që do të pasonin nga moszgjedhja e presidentit. Ajo që është e qartë mbetet një emër konsensual, por pa emërtim të përveçëm. Mandati i presidentës Osmanis ka dhënë më 4 prill, ndërsa afati për zgjedhjen e presidentit të ri është 4 marsi. Në të kundërtën, zgjedhjet e reja parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Akademiku Arsim Bajrami ka shpallur kandidaturën e tij për president të vendit. Përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Bajrami u është drejtuar kryetarëve të partive për unitet, duke shprehur gatishmërinë që të jetë një prej kandidatëve konsensual për president. Duke përmbledhur përvojën e tij në institucionet e vendit, ish-deputeti i PDK-s ka shkruar se i plotson kushtet për qenë një nga kandidatët për president konsensual. E krye diplomati Glauko Njufca priti në takim ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, me të cilin diskutoi për përshpejtimin e integrimit evropian. Orav theksoi se momenti për të avancuar në këtë rrugë është tani, duke vlerësuar për afrimin e Kosovës me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, veçanërisht mbështetjen ndaj Ukrainës. Njufca u takua gjithashtu me ambasadorin e Britanisë së Madhe, Jonathan Hergeves, dhe ambasadorin e Francës, Oliver Gerod, me të cilët diskutoi për thellimin e bashkëpunimit dhe zhvillimet aktuale gjeopolitike, si dhe rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Presidentja Vjosa Osmani priti të ngarkuarën me punë të SBA-s Anu Pratipati. Presidenca njofton se në takim u diskutua për avancimin e partneritetit Kosovë-SBA në siguri, diplomaci dhe ekonomi. Presidentja Osmani ka shprehur mirënjohje për mundësinë që ju dha Kosovës të jetë shtet bashkëthemelues i Bordit të Paqes, si dhe për garancitë e dhëna për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke rikonfirmuar përkushtimin e Kosovës për angazhim dhe kontribut të vazhdueshëm. Zyra e Bashkimit Evropian në një përgjigje për atë ka bërë të ditur qëndrimin e BE-s ndaj reformës së Këshillit Prokurorial të Kosovës pas publikimit të audio-incizimeve 2 ditë më parë. Çdo përpjekje për të vonuar, bllokuar apo minuar zbatimin e reformës, siç parashikohet në kornizën ligjore të Kosovës, është e papranueshme dhe rrezikon të dëmtojë besimin e publikut dhe të ngadalsojë përparimin e Kosovës në rrugën e saj drejt BE-s, thuhet në përgjigjen e zyrës së BE-s. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.